në qoftë se e merr bilansin e lutjeve të muajit fundit. Merë bilansin, sikurse njerëz që punojnë tek ti ose kudo qoftë, shikon çush është sa për. Merë ti raportin e lutjeve të fundit, veç muajin e fundit që ke bëu do. Sa të kujtohet atë? Në muaj ditë çka ke bëu do Allahu azza. Ose pi gjumon gjumo. Ndoshta është gat në muaj ditë, po pi gjumo, sa të mundesh me nxirr bilans është mirë. Edhe shikon në përmbajtjen e lutjeve tuaja. Sa përqind je lut për me ta përmirësu Allahu zemrën. E sa përqind je lut për me ta përmirësu Allahu dunjan. Apo lutjet që janë për çdo gjë nga kjo botë, shtini te për këtë dunja. Apo ma mundso Allah më punsu, më martu, me këthi borçin, me dhon provimin, ani më shnosh, këto haj këto, s'po që këto janë halal. Po janë punë apo që ta ndriçin dunjan. Ta ndriçin dunjan, që ti menion. Edhe merri lutje që ke bëu lutje Allahu xhalla xhelalu me ta përmirësu zemrën, që me ndi adhurimin, me lut zemrën që duhet apo. E sheh sa e kena kuptuar seriozisht këtë çështje. Ndërsa njeriu që ka qenë shumë i sigurt këtë drejtim, kur e kam pyet Salama radiallahu anha, se cila ka qenë lutja më e shpesht që e bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me çka lutem më shumë, do të thonë nëse marrim çat bilancin, e marrim raportin e lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të dalë se 80-90% e lutjeve ti ka qenë ja muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O ti që i rrotullon zemrat, i bën me kon mrapsht, mos më ron tokja, i shtramën, ai vjen haku këtu po tamam te goja këtë rrshet se mrap bardaku sen mrana, ti që i prapton këto zemra me urësin tone, thabbit qalbi. Drash ma zemrën, ktheje marr, letin stabile, kur ti bjen vahi për mi, letë të qëndrueshme apo. Ka se do goja të jenë kështu në kom apo po janë të plastikës, kur ti agjysh me vërshim ujin e derë. Ja uji erzan. Uji erzan. Ndonjëherë fatkeqësisht se kanë gjendje stabile, merr pi vahit shumë, me sikletë ka kap në vot, ja ka rdu vahi, ja ka rdu zemrën. Se mirë ka pas. Ratu, të kish marr ka pak, i shkon zinujshme. Po ka marr me siklet fort, apo e kanë ndonjëherë fatkeqësisht, apo duke dash me uzu me Kur'an devijojnë. Duke dash me një pejgamber som devijojnë. Ata njëjtën e mirë kanë, po bardakun e dobët e kanë. Plastikës, do të më ditë ç'më gjujt plastikës. Nuk gjuhet sikur se më koni hekrën. Ande ka kërku pejgamberin që t'ja bën këtë gotë që në 8 derët vahi stabile, qëndrueshme, që mos të rrotullohet dhe mos të rrshet. Dhe kjo ka qenë duaja më e shpesh që ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe vëndëruar në çdo rast ku na mërmendja se Allahu xhallahu ala i përgjigj lutjeve tona. Kur e dim dhe e ndim se jemi afër Allahut azza xhall. Dhe kur e përjetojmë se në këtë rast mund të jemi nga ata që Allahu përgjigj, ta shëdim këtë lutje duke thënë ja muqallibal qulub.